E pra të dashur miq, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV për të ndarë lajmet më të fundit nga ferma VIP. Fillimisht njëherë produksioni tregoheshte shumë i ashpër kundër drejt banorëve, për shembull e nxorën Akilin nga shtëpia për një fjalë të vetme. Tashmë produksioni duket shumë tolerant. Inati, mlefi, urrejtja ka filluar që të krijohet brenda kësaj ferme që fermerët më nuk kontrollohen, do të thënë e kanë humbur kontrollin e tyre. Unë e di shumë bukur, janë në pyetje 200.000 euro, të gjithë duan t'i fitojnë ato 200.000 euro, të gjithë luftojnë për ato 200.000 euro dhe janë në gjendje që të bëjnë gjithçka vetëm e vetëm që ta kapin prajmin, vetëm e vetëm që të jenë në qendër të vëmendjes. Fillimisht unë ditën e sotme komentova rastin e Adionit i cili e quajti Mimozën Ahmetović, do me thënë duke ofenduar komunitetin të tërë shqiptar, duke ofenduar vlerën e saj, duke ofenduar origjinën e saj, do me thënë është hera e dytë që Adioni mundohet që ta ngacmon Mimozën në origjinën, edhe pse në fakt unë lexova mbi origjinën e Mimozës, nuk kishte fare të bënte me sklavët, por gjithsesi do me thënë, ai dëshiron që ta nxjerrë me slave Mimozën. Por ditën e sotme, pas të gjitha debateve, pas të gjitha zënkave, diskutimeve, ka qenë një ditë e mbushur me zënka, është përjashtuar nga ferma Malbora. Tani është përjashtuar, është shkruar, por unë e di që Malbora, edhe gjatë bisedës që po bënte me Ilirin, i thonte që do të largohet nga ferma sepse nuk ndjeshte fare mirë dhe nuk mundeshte ta përballon dot lojën që po bëhet aty, domethënë ka filluar që të bëhet një lojë shumë e egër, por edhe nga ana tjetër, edhe në një bisedë që ajo bëri me Qenin, domethënë ja shprehte këtë ndjesinë për t'u larguar nga ferma, sepse inati, mlefi, lufta e madhe që që është krijuar në fakt në këtë fermë, nuk i lë të qetë fermerët dhe është një tension i jashtëzakonshëm. Unë e dija që situata do të arrijë në këto nivele, duke toleruar produksioni, fermerët që të sillen në këtë lloj forme, të përdorin këtë lloj gjuhe, domethënë më falni në shprehje, përdoren fjalë si të pordha në gojë, mbaje pordhën në gojë, e bëra pordhën t'ua mbyll gojën, mendoj që eskalon normalitetin, në fillim na u duk si një fermë që do të tregonte kulturën, por çuditërisht nuk është duke treguar këtë kulturë. Malbora akoma nuk ka reaguar në fakt në një status në Instagram, por me sa unë e dëgjova nuk është ky një përjashtim, sepse po të ishte përjashtim, Malbora nuk do ta shprehte këtë gjatë gjithë ditës që do të lërë shtëpinë, por mendoj që nga që do të dilte shumë keq për produksionin se shumë fermer e kanë lënë shtëpinë, domethënë gjërat nuk janë në kontroll, por po dalin jashtë kontrolle, me qëllim produksioni e ka vënë me përjashtohen për të mos dalë keq vet, por nuk është përjashtuar. Unë e dëgjova bisedën që Malbora, domethënë ishte duke folur, edhe pse do të ketë një video që ndoshta do të nxjerrën momentet më të këqija të saj, por me sa unë e di ajo vetë kërkonte daljen nga ferma.